themelore në Pej e ka liruar ish kryetarin e Gjilanit Qemail Mustafa dhe 38 akuzuarit e tjerë nga akta akuza, pasi përgjimet nuk mund të pranohen si prova, për shkak se janë bërë pa kërkesë nga prokuroria, ndërsa nga provat e tjera nuk manifestohen elementet e veprave penale për të akuzuarit. Këto dhe shkeljet të tjera profesionale për gjykatën janë cilësuar si të patejkalueshme. Për nxjerrjen e vendimit në shkallë të parë në këtë rast, është dashur të kalojnë mbi 5 vite, ndërsa janë mbajtur 23 seanca gjyqësore, 7 prej të cilave janë shtyrë. Kjo lëndë penale fillimisht ishte gjykuar nga ish gjykatësi Syl Lokaj. Pas pensionimit të tij, lënda kishte kaluar për gjykim tek trupi gjykues i kryesuar nga Nushe Kuka Mekaj. Hetimet në këtë rast i kishte zhvilluar prokurori Afrim Shefkiu, ndërsa aktakuzën e ka përfaqësuar prokurori Agron Bajrami, mirë po me avancimin e tij në prokurorinë e apelit. Kjo lëndë është përfaqësuar nga prokurori Burim Qerkini. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me 16 shtator 2016 kishte ngritur aktakuzë kundër ish kreut të komunës së Gjilanit, Qemail Mustafa, dhe 38 akuzuarve të tjerë. Në mesin e këtyre të akuzuarve përfshiheshin 28 zyrtar komunal, shumica prej të cilëve ishin pjesë e komisioneve në përzgjedhjen e tenderve. Aktakuza përfshin edhe 10 pronar të operatorëve ekonomik, që dyshoheshin se përmes ish kryetarit Mustafa i fitonin tenderët në komunën e Gjilanit gjatë periudhës 2008-2011. Në 18 tender të proceduar në komunën e Gjilanit, Prokuroria Speciale pretendonte se zyrtarët e kësaj komune, në krye me Qemail Mustafën, kishin bërë kurdisje në tyre. Në krye të këtij grupi kriminal, sipas prokurorisë, qëndronte ish kreu i Gjilanit, Qemail Mustafa, i cili kontrollonte tendert dhe përcaktonte se kush do t'i fitonte ata. Aktakuza ishte ngritur për krim të organizuar në lidhje me shpërdorim të detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar dhe keqpërdorim të autorizimeve në ekonomi. Këto aktakuza për krim të organizuar, të shtjelluara në një proces gjyqësor maratonik, kryesisht bazoheshin në përgjimet e mesazheve telefonike në mes të akuzuarve. Përballë të gjitha këtyre akuzave dhe një procesi maratonik, gjykata e Pejës ka shpallur si prova të papranueshme përgjimet telefonike, që ishin provat kryesore të këtij rasti. Këtë vendim, gjykata themelore në Pejë e ka marrë për disa arsye. Ndër kryesoret ishte se mungonte kërkesa e prokurorisë për nxjerrjen e urdhrit nga gjykata për të bërë këto përgjime. Kjo kërkesë nuk gjindej askund në shkresat e lëndës. Por çfarë përmbanin këto mesazhe telefonike, të cilat gjykata i shpalli si të papranueshme? Sipas aktakuzës, pretendohet se ish kryetari i Gjilanit, Qemail Mustafa, koordinonte procese të shumta të tenderimit. Ky koordinim kishte të bënte me përcaktimin e fituesve të tenderve, eliminimin dhe favorizimin e bizneseve të caktuara, si dhe ndarjen e tenderve. Shoq, më thuaj vërtet, a jeni marrë vesh ju mes veti ajo? Tali dhe Magjistrala po thonë që ti, Burimi, Florimi dhe Abdyli jeni marrë vesh me Abdyli. Nëse është marrëveshje, e respektojmë. Provoj ty me ta dhënë kodrën. Kryetar, ty të kemi më të mirin në të gjitha komunat e Kosovës. Ti je ai që vendos për të gjitha gjanat. Unë nuk jem ai që vendosi aty në marrëveshje. Nuk mujmë na me bo me askënd marrëveshje. Kët duhet ta kem të qartë. Nuk varet nga marrëveshjet tona. Ty qysh ta marri mendja vepro, nuk ka problem, pasi ta shifsh që nuk bën as varresa të dëshmorëve me i marr unë, nuk ka problem, s'ka lidhje për bejta komercin. Asfaltin dhe tamponin Abdyli duhet me marrë te na krejt, e jo në për komuna tjera me ardh asfaltin nga Ferizaj dhe nga Lipjani. Këtë thuja Abdylit. Jo, nëse jeni marrë vesh, mos e shkelni. E detyroj me marrë te ju me çmimin e tregut. Kryetar, si je, a je mirë? Kryetar, punën e sanimit të gropave të me thonë mirëmbajtja verore. Unë këtë po du me marrë, ta bëj edhe unë ndaj referencë të mirëmbajtje verore. Mendoj që në të ardhmen më duhet ajo referencë. Të përshëndes, tung, kryetar para kësaj here, Magjistralja mori Zabelin kur unë isha në Turqi. Ti e ke marrë kodrën e dëshmorëve shoq. Me rand, ose Zabeli ose Memoriali. Çka mendon ti?
Zabeli për neve është maj mirë, me mujtë është maj mirë për gjithçka, po maje peng në mujsh derisa t'vi e ulmi e folmi. Jo mëre, nuk e mbojmë heq peng, po ty po ta japim Zabelin, se e meritën, e bejtë skodrën dhe mbaron filmi. Mire ki kryetar, po nuk kemi çka me filozofue. Këto dhe shumë përgjime të tjera, gjykata konstatoi se nuk janë marrë në përputhje me kërkesat ligjore. Sipas gjykatës ato nuk mund të përdoren si prova në këtë çështje penale. Hetimet në këtë rast kishin filluar në vitin 2011-2012. Sipas gjykatës gjatë kësaj periudhe, hetuesit policor kishin bërë nxjerrjen e mesazheve komunikimeve të ish kryetarit Mustafa, duke zbatuar urdhrin e ish gjykatës së qarkut në Gjilan, mirë po pa pasur ndonjë akt vendim për fillim të hetimeve. Kallëzimi penal në këtë rast ishte bërë në vitin 2014, kurse hetimet zyrtare kishin filluar në vitin 2015, ndërsa akt akuza ishte ngritur në shtator 2016. Shtylla kryesore e kësaj akt akuze ishin provat e mesazheve. Sipas gjykatës, përshkrimi faktik i veprës penale të krimit të organizuar, për të cilën ngarkohen të pandehurit, është i përshkruar vetëm në formë të përgjithësuar. Përshkrimi faktik i prokurorisë nënvizonte se të gjithë të akuzuarit për periudhën kohore qershor 2008 shtator 2011 kanë marrë pjesë në aktivitete kriminale të grupit, ku përmes kontakteve të drejtpërdrejta dhe komunikimeve për SMS dhe komunikimeve përmes SMS-ve, i ka dhënë udhëzime dhe instruksione menaxherës së prokurimit, tani të akuzuarës Hatigje Daku, duke koordinuar dhe bashkërënduar veprimet me procedura tenderuese edhe shpalljen e operatorëve ekonomik. Kështu sipas gjykatës, kushti i përshkrimit faktik të veprës penale është i bazuar në këto komunikime, të cilat nuk janë ndjerë ashtu siç kërkohet me ligj, për të cilën arsye këto prova duhet të shpallen të papranueshme. Në akt gjykimin e gjykatës të siguruar nga betimi për drejtësi, thuhet se në 7 dhjetor 2012 ish gjykata e Qarkut kishte lëshuar urdhëresë për masa të fshehta për gjim të telekomunikimeve për ish kryetarin e Gjilanit Qemail Mustafa dhe 2 persona të tjerë. Sipas akt gjykimit, me këtë urdhëresë nuk ishte cekur fare se ekziston dyshimi i bazuar për ndonjë vepër penale, ashtu siç kërkohet me ligj. Për të kuptuar se si ishte kërkuar kjo urdhëresë, gjykata kishte tentuar të gjejë kërkesën e prokurorisë. Këtë kërkesë gjykata nuk arriti ta gjejë në shkresat e lëndës. Sipas akt gjykimit, as prokuroria speciale nuk ka arritur ta bindë gjykatën e Pezë se këto masa të fshehta ishin nxjerrë sipas kërkesës së prokurorisë speciale. Kjo kërkesë, e cila ishte bazë për lëshimin e masave të fshehta, nuk po gjendej askund në shkresat e lëndës. Për shkak të mungesës së kësaj kërkese për lëshimin e masave të fshehta, të cilën prokuroria speciale nuk po e gjen, gjykata themelore në Pejë i ka shpallur të papranueshme këto prova. Për këtë arsye, gjykata ka nxjerrë akt gjykim lirues ndaj të gjithë të akuzuarve në këtë rast. Sipas akt gjykimit, pa mesazhet telefonike të cilat ishin shtylla e akt akuzës, pajësia të pandehurve nuk mund të vërtetohej. Betimi për drejtësi ka kërkuar përgjigje nga prokurorët që e kanë ngritur këtë akt akuzë dhe e kanë përfaqësuar atë, përfshirë prokurorët Afrim Shefkiu, Agron Bajrami dhe Burim Qerkini. Ky i fundit përmes postës elektronike ka thënë se nuk e komenton akt gjykimin. Ju njoftojmë se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës nuk i komenton vendimet e gjykatës. Ndërka kësaj përket vendimit, ne do të shfrytëzojmë të drejtën ligjore për të ankimuar dhe të gjitha pretendimet saj përket kësaj çështje. Prokuroria Speciale do t'i paraqet në ankesë. Duhet të them se trupi gjykos në gjykatën themelore në Pejë ka prunë një vendim të drejtë, qëndrueshëm dhe juridikisht të bazuar mbi faktet dhe provat të cilat i ka pas në dispozicion. Sa i përket çështjeve të provave të papranueshme, gjykata ka dhënë një arsyetim edhe pas shpalljes së gjykimit, që ka qenë një sfidë në rrjedhjen e procesit gjyqësor, se kemi të bëjmë me prova të papranueshme në këtë proces gjyqësor. Dhe rrjedhimisht unë shoh këtu një mos kujdes, me thonë bukur të madh prokurorisë, që nuk është marrë në mënyrë serioze me i vërtetuar këto fakte në mënyrë të prerë dhe të drejtë, se a ekziston kërkesa e prokurorisë adresuar gjykatës dhe në fakt aq është e sakt
apo nuk është e saktë. Sepse në fund rezultoi ajo që prokuroria u mbështet në ato se supozojmë se ajo urdhëresë duhet të jetë në shkresat e landës. Ju lutem, kjo nuk është e mundun kjo mënyrë e servimit apo paraqitjes në trupin gjykos apo para trupit gjykos. Trupi gjykos vepron mbi bazën e fakteve, provave dhe argumenteve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të vjen në shprehje që të kemi një konstatim që mbi bazën e supozimeve. Arsye tjetër sipas gjykatës se pse këto prova nuk mund të cilësoheshin si prova të pranueshme është se masat e fshehta të përgjimit të telekomunikimeve mund të lëshohen vetëm në procedurë penale, ndërsa në rastin konkret kjo nuk ishte ndodhur pasi këto masa ishin lëshuar ende pa filluar hetimi, përkatësisht 3 vite para se të filloj hetimi. Sipas gjykatës, edhe kjo rrethon këto prova i bën të papranueshme. Rrethon tjetër që ndikon në papranueshmërinë e këtyre provave, sipas gjykatës, është edhe fakti se njoftimi për këto masa kishte shkuar në prokurori 1 vit pas skadimit të zbatimit të masës, që paraqet shkelje të re ligjore. Konstatimi i shkeljeve të prokurorisë nga ana e gjykatës nuk përfundon këtu. Në akt vendimin e siguruar nga betimi për drejtësi, nënvizohet se këto shkelje nuk kanë ndaluar, pasi kallëzimi penal pasoi 2 vite më vonë, pra në 2014, për Qemail Mustafën, Hatixhe Dakun dhe Nazim Jasharin, derisa në vitin 2015 Prokuroria Speciale mori akt vendim për fillim të hetimeve për 39 të pandehur, edhe pse për 36 nga ta nuk kishte pasur urdhëresë për masa të fshehta për gjim të telekomunikimeve, që konsiston në shkelje të nenit 257 paragrafi 4 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, e cila dispozit ligjore përcakton qartë se për të qenë provat e lehtëshme për personat e tjerë që kanë rënë në përgjim, duhet të njëjtëve t'ju lëshohet urdhëresë e veçantë. Sipas gjykatës në rastin konkret, kjo nuk kishte ndodhur. Përkatësisht sipas këtij akt vendimi, prokuroria kishte përgjuar 3 persona, e me ato përgjime kishte hetuar edhe 36 persona të tjerë, ndaj të cilëve nuk kishte pasur urdhëresë për masa të fshehta për përgjim të telekomunikimeve. Betimi për drejtësi ka intervistuar protagonistin e kësaj aktakuze, Qemail Mustafën. Sipas tij, gjithçka në këtë rast ka qenë e kurdisur nga politika kundër tij. Unë mendoj që urdhri është politik, i pastër politik, është ekzekutuar përmes kryeprokurorit në Gjilan, përmes Jetish Malokut, mandej Jetish Maloku i ka pas mekanizmat e vet, prokurorët e vet, e ka aktivizuar Afrem Shefkiun, që të gjithë këta njerëz në ndërkohë shohim që janë avancu. Afrem Shefkiu është avancu nga themelorja në speciale, në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës. Jetish Maloku, siç është e njoftun prej atje, është avancu në kryesues të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Agron Bajrami mbas Afrem Shefkiut e ka marrë bashkëpunim një kohë kanë qenë, mandej Agron Bajrami e ka marrë në PSRK, i cili në ndërkohë tash ka fundi i këtij procesi është avancu në gjykatën e apelit. Edhe që kështu, do të thotë, për këtë ndërmarrje të përbashkët po e quaj që tash andej është kriminale, nuk është motena, njerëzit kanë shku përpara, janë avancu. Dhe është gjë e keqe kjo, natyrisht. Unë e kom ditë fundin e këtij procesi, për shkak se megjithatë gjithë kohën e kom thonë, kur mos dhom rasti, edhe publikisht që për brenda këtij sistemit të drejtësisë, tonë të drejtësisë, përkundër që është i havarisur në mos të madhe, ka individ me integritet, ka individ që e kanë ruajtur dinjitetin e tyre edhe profesional edhe njerëzor, edhe sigurisht që kemi, me qenë se shërtohet kjo në disa shkallë, kemi me hasë në një trup gjykues i cili ka me vendos drejt. Dhe siç po shifet, është një vendim i cili është drastik. Është një vendim tash i gjykatës themelore i trupit gjykues në Pej, i cili flet të kundërt në fakt, të kundërtën. Në bazë të krejt asaj që tha atë ditë kryesuesja e trupit gjykues, na përfundojmë që
aq shumë shkelje kanë bërë prej fillimit të hetimeve pa vendim natyrisht në vitin 2011 deri te ngritja e aktakuzës në fund të vitit 2016, çaq shumë shkelje ligjore, procedurale ka bërë prokuroria, hetus në nivelin policor, sa del që ajo ka qenë një ndërmarrje e përbashkët, mirë sinkronizuar për të qitë njerëzit prej rreshtit, për të diskreditu, për të mos u kthy kurrë në arenën publike. S'është vetëm politike, po edhe në punë. U është marrë drejta 28 zyrtarëve nga më të mirë që i ka pas komuna e Gjilanit. Të gjitha ata zyrtarë kanë punu prej fillimit aty, kanë qenë profesionistë të mirë, kanë qenë mjaft mirë të avancuar, të ngritur, i kanë ndihmuar shumë komunës së Gjilanit dhe për një moment me kaq shumë lehtësi dhe pa asnjë ekspertizë profesionale, një prokuror e merr guximin me ngrit akt akuzë për një grup kaq të madh të njerëzve dhe me i qit prej jetës, me i qit prej rreshtit. Kjo është ekzekutuar përmes Jetish Malokut, siç po e shihni. Jetish Maloku në neja është po, ju e dini shumë mirë, edhe mediat kanë raportuar në neja të jo të pakta me Hajredin Kuçin, me kryeprokurorin e tashëm me Lumezin. Është po në neja atje me Lutfi Hazirin, në ndërkohë gjatë qeverisjes së Lutfi Hazirit. Janë po treshja, Lumezi, Haziri edhe Maloku, po e zomë në dreka, në periferi të Gjilanit. Do më thonë, kemi të bëjmë me një ndërmarrje e cila është e shkrime. Shtylla e drejtësisë është e shkrime në shtyllën e politikës. Dhe nuk merret më vesh, se dim ku është kufini në mes të politikës edhe të drejtësisë. Zoti Mustafa, fakti që prokuroria në rastin tuaj nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat e ligjit dhe kjo konstatohet edhe prej gjykatës dhe rrjedhimisht përgjimet mojën prova të papranueshme të cilat nuk administrohen prapse prap mbetet ajo përmbajtje. Po du me të pyet që nëse do të ishin të leshme këto përgjime, a ka mundësi që ndoshta do shpollesh fajtor? Jo, në asnjë mënyrë. Bile unë e thash në fillim, nëse më keni ndëgjuar mirë, që do të doja, sinqerisht po them, do të doja, edhe pse ajo do të zgjaste mandej edhe një vet a dy, me hyrë në administrimin e SMS-ve. Dhe kishim me pa që absolutisht kur në komunën e Gjilanit nuk ka ekzistu as ideja e lemo veprimi për me shmang 1 cent të buxhetit publik për nevoja të ndonjë individi ose të ndonjë grupimi. As ideja nuk ka ekzistu në Gjilan. Prej zyrës time jo, prej kokës time jo. Gjithmonë e kom thonë, nuk e përjashtoj mundësinë që atje dikon në strukturë, po është dikush dikujt ja ka dhënë një drek. A ndonjë favorja ka kriju. Këto se përjashtoj kur. Nuk ka dasëm thonë patrosha dhe nuk ka qeverisje pa ndonjë devijim të vogël. Po prej kokës, prej Qemal Mustafës, prej zyrës së tij, nuk ka pas ide për shmangje për asnjë cent. Kur. Dhe këtë e din mas mirë qytetarët e komunës Gjilanit. Nuk ka matje më të mirë se sa biznesi. Nuk ka matje më të mirë se sa qytetarët të cilët kanë realizuar interesa përbrenda komunës. Ata e thonë të vërtetën. Unë e them pak e thom me humor, po këtu ka shumë të vërtetë. Thom, kush nuk e din ma mirë nivelin e korrupsionit, e të krimit financiar në Kosovë se sa biznismenët. Sepse ata janë të atakuar për ditë. Dhe nuk e bojnë ata, nuk e gjenerojnë këtë aspekt. Këtë aspekt e ka gjeneru për herë. Prej antikës e këne e ka gjeneru politika, gjithmonë. Kryetar, sipas përgjimeve të cilat janë akt akuzë, flitet për kurdisje të nderve, eliminim të operatorëve të caktuar ekonomik, ndarje të tenderve e tjera. Për publikun ndoshta, çush arsyetojnë këto? Nuk ka pas. A din ç'a thot prokurori? Për shembull,
kemi anullu një tender për shkak se është ardhur prej departamentit të prokurimit të unë në zyrë, është ardhur opinioni që kryetar kanë konkuru shumë lirë. Me qëto financa, s'mund të realizohet qaj projekt. Kanë konkuru për shembull me 30%, 40% ma lirë. Dhe kemi anullu. Dhe mandej herën tjetër, kanë ardhur afërsisht të njëjtit operator, me 40% ma shtrejt. Do të diferenca prej konkurimit të parë ka qenë 60 deri në 80%. Apo njëherë 30% ma lirë, mandej 30% ma shtrejt. Dhe kemi anullu edhe herën e dytë, për mja dhonë dikuj herën e tretë që është konstatu që janë çmimet të tregut. Qa ty dikon mesatarja çmimeve të tregut? Ka qenë çështje e komisioneve që kanë vlerësu. Dhe ky prokurori, merreni me mend dhe mirë që mpyte, nuk e spikat kur edhe atë rastin kur ne kemi anullu tender për shkak se na është thonë çmimet janë tepër të larta. Janë larg mbi çmimet mesatare të tregut dhe damtohet buxheti. Po ky thot pse s'ja dhat herën e parë me të lirën atij, po edhe dy herë anullut për mja dhonë tani dikuj tjetër në herën e tretë. Do të thotë, kjo është shumë i njanshëm. Ky prokurori është tepër i njanshëm. Mandej s'don koment kjo, të nderuam, merreni me mend, e merr guximin e thash edhe në fillim, me akuzu 39 vetë, kryetarin e komunës dhe një strukturë të tonë të zyrtarëve më të mirë të komunës dhe 10 afarist. Pa asnjë ekspertizë. A eksperti që më ke prokurori i prokurimeve? A mendoni ju që është ai ekspert i prokurimeve? Jo kur. A është ekspert financiar? Jo. A është auditor? Jo. Qysh e mori ai guximin me ngrit akt akuz për 39 vetë? Dhe të përtransishëm për atë komunë, pa e thirrë një trup i cili e bën një ekspertizë profesionale edhe e bazon mirë dhe thot po, që na mendojmë se ka ndodhur shili. Zoti Mustafa, ju thatë që kjo ka qenë punë komisioneve. Në përgjime në disa raste përmendet që është kërkuar edhe një par aprovimi juaj se këta njerëz a bojnë as bojnë për komisione. Komisionet e informuar sipas ligjit apo sipas begimit juve? Jo sipas ligjit, sepse i propozon me legj është, ashtu me legj prokurimit është. I propozon departamenti i prokurimit, ndërkaq i miraton kryetari i komunës, si zyrtar kryesor administrativ. Sepse prej vitit 2008 ne ju e dini, ka ndrru sistemi zgjedhor në nivelin lokal, atëherë ka pas një kryetar edhe një kryeshef ekzekutiv, kryeshefi e ka qeverisë atëherë komunën. Prej 2008 tek ne, kryetari i komunës është edhe politik, edhe është ai kryeshefi ekzekutiv. Domethënë dy funksionet janë fuzionu në një. Kështu që me legj është departamenti i propozon komisionin dhe e çon zyrët kryetarit, kryetari e çet në shkem. Po nëse mu më është thonë, dhe është e drejtë e imja ligjore prapë është, nëse mu më është thonë, kom pas një opinion qashtu që ndonjëri prej tyre, dhe i kjo ka ndodhur shumë rrallë. Mu i me thonë për 6 vjetë, dhe ato kanë qenë jo dhetra, më ditë sa komisione, për vlerësime, hapje të nderve, për mbikëqyrje. Ka ndodhur në 7-2-3 herë, s'di sa ka ndodhur, me fshin ndonjënin. Me thonë, nuk kam fjalë të mira prej publikut për çet njerëz që ta ishte. Edhe tani e kanë qitë një tjetër. Kryetari, ju po thoni po se tenderet nuk janë do përmes lidhjeve korruptive. Një rast thuhet në akt akuzën e prokurorisë në përgjimet që pasqyrohen aty, ju thuni po e citoj SMS-in, jo more nuk e mbojmë hiç peng, po ty po ta japim Zabelin se meriton e bejtës kodrën edhe mbaron filmi. Sipas këtij komunikimi, prokuroria pretendon se tenderet janë do përmes lidhjeve korruptive. Është për publikun. Jo, ndëgjo, unë e kom marrë një komunikim të hapur dhe të rregullt me afarist. Për me i mbajt politikisht. Sepse kom ditë që partia jeme prap ka me dalë në zgjedhje një ditë. E kom ditë sakt që Majl Mustafa kur së ndonë të nderë.
dhe ata shpesh kanë qenë edhe të zhgënjym, me i administru ata SMS, madhej i shef edhe zhgënjimin e tëne. Pse se mora këmo, pse se mora atje. Unë i komojt me komunikim mirë, dhe i kom inkuraju që të konkurojnë, dhe në fund vetëm komisionet kanë vendosë. Për 6 vite me radhë, nuk e kom asë një komunikim, kur nuk gjindet. As me SMS, as ndryshe me një antar të komisionit. Që ndodhë? Po njeri prej këtyne afaristëve thotë kështu, me na dhonë kodrën e dëshmorëve thonë po, mërë konkurov, kompletohuni, pse jo, ta jopim. Unë ja thomë në SMS. Ai se merë, po e merë dikush tjetër. Thotë, kryetarë su bobre në kodrë, po, apo na epni Zabelin në rrugë atje në Zabel. Thonë, po mërë konkurov, ta jopim, se s'ta jopim. Kompletohu, konkurov, ta jopim. Ky ka qenë ai komunikimi i lirshëm jemi me ta. Edhe as Zabelin se ka marrë. Është në rregull një kryetari komunës me i thonë po ta japim një operator ekonomik? Po nuk është në rregull. Tash e them që nuk është në rregull. Prej kësaj distance. Mirë po, unë e kom pas vetëm për me i mbajt në komunikim. Në një komunikim të rregullt, përndryshe është komunitet shumë i vogël, na mes kemi qenë të gjithë. Unë ata i kom njoft edhe prej kur s'kom qenë kryetar. Edhe kur isha kryetar i njoft edhe sot. Dhe kom komunikim shumë të mirë me ta. Është dashur në kufizu në këto komunikime? Po, ka qenë dashur. Po, e pranoj që ka qenë dashur mu kufizu. Mirë po, kur nuk thot prokurori që këtë të cilët i premtoi kryetari me morë kodrën nuk e mori. A di pse se mori? Se komisioni ja vlerësoi dikuj tjetër, edhe ja dha. Dhe kur nuk e thot prapë që ky i njëjti nuk e mori as Zabelin. Po e mori krejt dikush tjetër se si plotësonte kushtet ky. Do se thot prokurori, a kupton? Prokurori e ka veç një qëllim, pej fillimit. Qysh me e godit Qemal Mustafën, edhe atë strukturë, edhe me e zhujt në balët, edhe me diskreditu, edhe me majt peng një 11 vjetë. Apo e shepni kur ka njëse time. Vitin 2011 dhe është viti 2022 kur është marrë tek një vendim në nivelin themelor. Driton Nocaj nga Instituti Kosovës për Drejtësi ka monitoruar në detaje këtë rast. Sipas tij, ky proces gjyqësor në tërësinë e tij është shoqëruar me zvarritje të shumta. Nocaj thekson se në këtë rast problematike ka qenë ndrrimi i shpeshtë të gjyqtarëve dhe i prokurorëve, fakt ky i cili përpos efikasitetit ka ndikuar edhe në profesionalizmin e trajtimit të këtij rasti. Lënda penale në këtë rast është përshkruar me zvarritje mjaft të mëdha, pra të cilat e kanë minuar dhe cënuar pra elementet e një gjykimi të drejtë dhe në kohë dhe një afat të arshyeshëm kohor. Dhe nëse analizojmë si tërësi për gjithë procesin gjyqësor, qoftë në fazën parapenale dhe hetimore, po ashtu gjyqësore, rezultantë se të panderit kanë qenë në procedurë penale në një afat prej 12 vitesh. Edhe pse kjo lëndë penale nuk ka pas pra shumë dëshmitar, ka pas vetëm masa dhe mesazhe dhe 3 dëshmitar që janë ftuar në fazën e shërtimit prokurorësor. Pra përveç varritjeve procedurale, ky rast është manifestuar edhe me fenomenin e ndrimit të shpeshtë të prokurorëve që kanë trajtuar pra këtë rast. Pra fillimisht ky rast është shtuar nga prokurori Afrim Shefkiu, më pas nga prokurora Grën Bajrami dhe në fund nga prokurori që ka trajtuar dhe përfaqësuar në gjykatë Burim Qerkini. Pra ndrimi i shpeshtë i prokurorëve për një lëndë kaq voluminoze pra padyshim krijon vështirësi profesionale në përfaqësimin efektiv të rastit. Po ashtu në rastin konkret, pra përveç ndrimit të prokurorëve kemi pasur edhe ndërrim të gjyqtarit. Nocaj thot se faza e kontrollimit të aktakuzës është zvarritur për shkak të kundërthënieve në mes të gjykatave. Pra ky proces gjyqësor është manifestuar edhe me dilema dhe kundërthënie mes gjykatës së shkallës së parë, shkallës së dytë dhe prokurisë speciale lidhur me elementet inkriminuese të pandehur, respektivisht me cilësimin juridik të veprës penale. Pra nëse kemi të bëjmë me krim të organizuar apo me ndonjë formë më të lehtë të bashkëpunimit apo të grupit kriminal. Dhe ky ping-pong mes prokurisë dhe mes gjykatave lidhur me cilësimin juridik ka shpërfaq edhe mungesën e profesionalizmit të trajtimit të këtij rasti, që përbën pjesë në rastet e korrupsionit të profilit të lartë.
Mungesën e kërkesës së prokurorisë për lëshimin e urdhëresës për përgjime, Noci e sheh si shumë problematike. Sipas tij, është e pakuptueshme se si kjo kërkesë nuk gjidet askund në shkresat e lëndës, por Noci thotë se në këtë rast e çuditshme del të jetë edhe vendimarrja e ish gjykatës së Qarkut, kur kishte lëshuar këtë urdhëresë. Është jashtëzakonisht problematike çështja e prokurisë në këtë rast. Ta kemi parasysh se po flasim për një rast të korrupsionit të profilit të lartë, i cili pothuajse në fund e krye është krijuar mbi bazën e mesazheve që janë nxjerrë përmes masave të fsheta. Kurse kur kërkohet kërkesa e prokurisë për lëshimin e kësaj mase, e kësaj urdhërese nga ana e gjykatës, kjo kërkesë nuk gjendet askund në shkresat e lëndës. Ky fakt fillimisht e tregon një neglizhencë të madhe, veçanërisht kur e kemi parasysh peshën e rastit në fjalë. Në anën tjetër, pra duke mos supozuar edhe motivet, një arsyeshëm mund të konkludojmë dhe ngrihen dilemat se pse kjo kërkesë nuk ekziston. Kurse në anën tjetër, e çuditshme është edhe vetë çësia e gjykatës që kishte lëshuar pra këtë kërkesë. Nëse kjo gjykat ka nxjerrë urdhër për këto masa, por logjikisht mund të konstatohet se ka pasur edhe një kërkesë të tillë. Në fakt, pra ndoshta vetë ky vendim do të mund të bënte të nënkuptueshëm edhe ekzistencën e kësaj kërkese. Por edhe kjo është një çështje e vështirë e kuptueshme. E ritheksoj, pra po flasim për një rast kaq të madh të krimit të organizuar që përbën pra korrupsion të profilit të lartë. Noci shton se ky lëshim dhe lëshimet e tjera të prokurorisë kanë bërë që të dështoj një rast potencial i krimit të organizuar. Pa marrë parasysh aspektin e gjykatës, aktgjykimi lirues i gjykatës së Pejës e pasqyron qartë shkeljet që janë bërë nga ana e prokurorisë me rastin e nxjerrjes së mesazheve, të cilat përbëjnë edhe bazën e kësaj aktakuse. Edhe nëse e abstrahojmë pra aspektin e kërkesës, janë lëshimet e tjera të prokurorisë që këto prova i bëjnë të pakalueshme. Ashtu, pra siç e ka thënë edhe ka arsyetuar gjykata e Pejës, këto prova janë nxjerrë jashtë procedurës penale, përkatësisht në fazën parapenale, pra pasi në kohën kur janë nxjerrë këto prova nuk ka pasur vendim për fillim të hetimeve, po ashtu provat e nxjerra kishin shkuar në prokurori rreth një viti, masi që ka skaduar afati i kësaj urdhërese për lëshimin e këtyre masave. Përderisa në urdhëresë kanë qenë të përfshirë vetëm 3 persona dhe të dyshuar, dhe përmes mesazheve që ishin nxjerrë përmes kësaj urdhërese, pa një urdhëresë të re, pra procedura ka vazhduar edhe ndaj 36 personave të tjerë. Këto dështime të vazhdueshme e tregojnë pra praktikisht edhe arsyeën se pse nuk kemi luftim efikas të korrupsionit. Këto shkelje të prokurorisë në këtë rast janë shkelje bazike. Këto rregulla janë rregullat bazë që duhet ndjekur me rastin e nxjerrjes së provave, nëse mundemi me thënë të ndjeshme, pra siç janë edhe mesazhet mes të pandehurve. Në rast se prova nxjerren në këtë mënyrë, normalisht se të njëjtat nuk do të mund të përdoren në gjykim. Thjesht kur e shohim këto shkelje dhe kur e kemi pra parasysh edhe peshën e këtij rasti, mund të konstatojmë se kjo mënyrë e veprimit është njëra prej pra arsyeve se pse kemi ngjecur edhe në luftimin e korrupsionit të profilit të lartë. Noca i thotë se mekanizmat e brendshëm të kontrollit duhet të adresojnë përgjegjësinë disciplinore në këtë rast, por përkundër kësaj, ai thotë se dëmi i krijuar në këtë rast tani më është i parikuperueshëm. Dëmi i shkaktuar në këtë rast, pra tani më është pothuajse i pariparueshëm, veçanërisht nëse vendimin e shkallës të parë e përkrah edhe gjykata e shkallës së dytë. Shpallja e papranueshme e mesazheve
në këtë rast automatikisht e rrezon gjitha këta akuzën. Pra provat tjera që konsiderohen pra të jenë prova rrethanore të cilat nuk ndërtojnë elementet e veprës penale, kështu që në këtë akuzë publiku ka parë mesazhe shumë shqetësuese, por në fund ka marrë pra lajmin se këto mesazhe pra kushtimisht i mbesin publikut, por janë të papërdorshme në gjykatë. Kështu që dëmi është shkaktuar në kuptim të disiplinimit të prokurorëve dhe ruajtjes së besimit të publikut, pra minimumi që do të mund të bëjë sistemi prokurorial është që përmes mekanizmave të vet të brendshëm të adresoj pra përgjegjësinë disiplinore në këtë rast. Në këtë akt gjykim lirues, Prokuroria Speciale ka paralajmëruar ankesë se si do të rrjedhë ky rast mbetet të shihet. Betimi për drejtësi do ta monitoroj dhe do të raportoj për t'ju mbajtur të informuar në kohë reale.